Pari njërë du të përgëzoj Komisionin Statutor për punën që ka bërë dhe duke janis nga 2 nenet e para, neni 2 dhe 3, vlerat dhe qëllimet, ku për pari herë futet fjala Zoti dhe familja. Është partia djathë, por leqë është partia djathë për mbyllim edhe thashe themet që brenda partisë tonë mund ketë edhe frym, e cila nga familja tradicionale mund shkojë ta degenerë problemin deri atje sa mund tjetë edhe familja të njëjtit seks. Por, du t'ju them një diçka që nuk më pëlqen fare, pika B, aty nuk përmendet fare antikomunizmi. Është partia e parë antikomuniste. Është propozu dhe nuk e di pse komisioni nuk e ka pasqyru këtë. Në qoftë se keni probleme ju komisioni që e marrë me statutin, ky është për problem për të ripa. E kam lexuar me kujdes, vetëm në qoftë se ju keni botu draftin cilën e keni në faqen zyrtare të PD-s. Në qoftë se unë flas për draftin në faqen zyrtare, nuk flas për draftet tjera. Keni sot këtu përballë një kartë, si kjo. Edhe thuhet kanë arsimi. Duhet jetë mandat kjo për atë që organizojnë kuvendin. Keni edhe një 2 element tjerë, thot data 28-29. Kuvendet e partisë nuk bonë mërë në një ditë, se një ditë duhet gjithë njerëzit diskutojnë, jo me 5 veta këtu. Fakti që diskutojnë 5 veta të regon shumë. Ajo që farë se nuk ka edhe numër, mandati gjithmonë shoqërohet me numër, rregulla teknik. Qa do të thotë, kjo ka të bëjë drejt për drejti me seriozitetin. Dhe e fut kuvendin 2 problemet mëdhaja, për ato që janë marrë me zgjedhje. Problemin e listave dhe problemin e gjithë atyre unë s'kam dyshime dhe nuk e shoh me atë sy. Ora s'ka manipulimet listave këtu. Për mua është e panevojshme kjo. Po në qoftë se këtu diskutohet për një proces i cili do zgjedh njerëz dhe këto disa element nuk respektohen, do thotë që ky gjithë kuvend është kuvend fals. Kalojmë te pika 2. Ato që janë pak kënaqur të lutem, unë jam aktivist i Partisë Demokratike nga dhjetori 90-s, edhe në janar 91-shit kam qenë për të dënu 6 muaj më kanë nxjerr Genc Pollo nga burgu me Azemajdarin. Kështu që mos kujtoni se jam në një nga ato që vi këtu e i katapultojnë për të thënë 2 fjalë. Proceset zgjedhore në Partinë Demokratike. Pse ka që është vështirë të ketë proceset pa kontestueshme? Do t'ju jap një shembull. Nuk do ta përmend me emër personin se e kam mikësh bisedë konfidenciale. Në një proces të rëndësishëm parti thuhet, ja morën 15 vota filanit, ja kalum filanit. Është ngjarje e vërtet kjo. Ngjarje e rëndë. Për kryetarin e partisë e kam. Është ngjarje kam fakt, se ulëm tavolinë burrash edhe thën fjalë burri. Procesi zgjedhor është e vërtet, procesi zgjedhor i kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë nuk kam shku se po të shkoja dhe jepja votën kur kam gju zotin Selami që ka folë një 50 fjalë, a 60 fjalë kundra Bashës, pas një ide, pas një vizion të qartë. Edhe me të thonë drejtin e mbushgënjeva shumë. Kështu që mami nuk shkova e thash nuk po përlyem më këtë proces. E kam edhe drejt në abstenimit. Proceset pa kuptim ta keni edhe ky kuvend. Ka procesin e votimit 100 personave. Vazhdon historikisht kjo. Vim, votojmë 100, ne mund me net një javë të studiu, flet në votimit, nuk arrin të bësh një selektim edhe të bazosh në parimin e vlerave. Që ne flasim tu, partia djathë, partia e vlerave, partia e individit me vlera. Kështu që duhet ndryshu kjo, unë nuk pash që të ketë ndryshu në kundë si koncept. Se e kam me sekretarin e PD-s, zotin Ristani, që dele dhe thot që ne i kemi marrë në konsiderat. Jo më kemi bo propozime serioze, në disa komponent shumë të rëndësishëm. Se thot, tha zoti Selami ka qenë shumë i mirë statuti. Si ka qenë shumë i mirë statutim? Tu sistemi karrierës në statut nuk përmenet fare. E deformun sistemin e karrierës, sistem kazavjerje. Ka pas element, nuk e them vetëm për këtë listën e fundit, kanë qenë edhe në kohën e më pashme, në 2013 është rasti i parë. Personalisht jam skandalizu. 8 vjet me kundërshtarin tim ma kanë pru në listë sigurt në Tiranë. Dhe gjithë demokratë e Kukësit janë befasuat, i ka thënë që ndodhë në partinë tonë. Se po cënove sistemin e karrierës, ke cënu sistemin e vlerave, ke cënu gjithë partinë. Nuk bëhet partia pëse bashkojnë figurat e Partisë Demokratike. Partia bëhet kur ka regula, kur ka norma, kur antarët besojnë edhe mlidhen gjithë bashkë, kur ka frymë. Nuk mund krijohet fryma në Partinë Demokratike kur i shkelin të partë ato që e drejtojnë Partinë Demokratike. Proceset e kandidimit janë formal. Më thuni një rast.
kur qohen kandidatë dhe japin ide, e kanë thyrë luftë klanesh Mirfillta, drejtues të Partisë Demokratike. Nuk dalin njerëz, nuk ka ide, nuk thot çfarë, çysh tek çfarë do të bëj. Në gjitha hallkat. Është proces formal i cili normalisht për mu e dëmton rënd edhe një sistemin, e dëmton rënd konkurrencën mbrenda Partisë Demokratike. Unë do të them që përveç kësaj, sistemi ka edhe një problem me procesin e votimit. Procesi i votimit në përgjithësi duhet garantohet me statut, dhe e keni neni 9 aty që duhet patjetër të futen, me qenë se diskutimi është edhe statutuar, që proceset e votimit duhet jenë mbrojtura. Nëse këtu cënohet e vota, hidhet dyshimi mbi votën, atëherë hidhet dyshimi mbi emrin Partisë Demokratike. Ju dha shembuj dhe s'du të zgjatem më ande. Çfarë do thot lista, procesi real i votimit, procesi i paraqitjes alternativa duhet të jenë garantuar me statut, duhet të shnohen statut aty nenin 9. Dhe do t'i lutesh a komisionit ta marrë shënim. Pastaj dile dhe rregulloj ti me rregullore e me akte të tjera, me udhëzimet kryetarit a me vendimet kryesisë. E thash këtë sepse na kanë ndodhur raste që futen e kandidojnë duke anis për marrë rastin e sekretarit përgjithshëm PD-s, zotin Ristani, nuk e kanë votuar. Pse? Po si mund të vi sekretari përgjithshëm Ristanit për të zëvendësoj Ridvan Bodën? Unë kam 15 vjetë që diskutoj me Ridvan Bodën. Është njohës më i mirë i statut, nuk di pastaj fjalë çfarë thonë. Unë flas në atë çfarë unë e njoh Ridvanin. Është njohës i mirë i gjithë organizimit të Partisë Demokratike. S'ka qenë Ristani as i ditë. U bë një lobing i deputetëve dhe thanë një do zgjidhim Ristanin, kemi krahun tonë. Pse më zgjidhet sekretari i partisë pa qenë as i ditë antar partie? Doktorës duhet ta kishe leju doktor Kursesi se ti për këto parime normalisht je shu vazhdimisht në drejtimin e Partisë Demokratike. Nuk mundet se nuk e nje punën, një drejtues që nuk nje punën s'mund ta bëj kurrë. Nuk kam gjë personale me zotin Ristani. Vetëm kam diçka në qoftë se atë fjalë që tha për institucionin e karrierës, e ilustracionin që do ta përmend pak më vonë, i kanë statut, kjo do më çudiste. Nuk mund të gënjehet kështu sy në sy. As përmenden tangencialisht fare, përmenden ja 2-3 fjalë. Pse? Katapultimi është gangrena. Edhe njerë, katapultimi, cënon gjithë se cilin për jush katapultimi që keni një jetë në Partinë Demokratike. Sepse vjen dikush, nuk e di nga qysh tek, edhe e shenë në drejtimin e Partisë Demokratike. Ishte sistemi departamenteve shumë i mirë, po nuk shtohen ishin departamente sa herë do kryetari, sepse duhet mi bo vendin antar kryesisë njënit e tjetrit. Se kjo kritike shkatru strukturën, që a fletë për institucionën mrena Partisë Demokratike. Edhe njerë, kjo qonë demotivimin e çdo kontribusi. Mos demotivoni me rregulla kontribusin dhe kërkoni frymë. Foli Luzim Basha me shumë pathos këtu. Nuk është fjala oratoria, po është thelbi asaj që thuhet që i bashkon gjithë demokratë sot. Drejtues Partisë Demokratike duhet normalisht që të kenë të përcaktuar kritere për të garantuar sistemin e karrierës që thoni ju. Si mund bëhet një kryetar partie degë, unë kam qenë kryetar partie degë, jam bo mas me 10 detyra tjera. Kur kam shku kryetar degë, normalisht i kam ditë gjithçka që ndodh. E marrin kryetarin e degës tot sepse caklane akne kryeshi pa përzim me këtë, pse më çfarë është cicmic është? Zgjedhja e kryetarëve të degës duan njerëz me përvojë. Se kanë vu 5 vjeçin dhe kanë ul 3 vjet. Po jo vetëm për kryetarin e degës, po duhet edhe për gjithë hallkat më sipër, për kryetarin e BDSH-s duhen 5 vjet. Se na vjen në njënin nga këto format e Sorosit që po i përmenin për ditë, që unë për fat keq nuk e njoh mirë sistemin, edhe na hyp në krye me njerë. A doni ta ndaloni ju sistemin e Sorosit? Vini rregullat, s'vjen dot Sorosit e ju. Gjithmonë një trup i pambrojtur normalisht është i destinuar të preket nga çdo lloj smundje. Po e marr këtë për shkak se doktori e ka qef edhe gjuhën e mjekësisë. Përveç se kësaj po të them edhe kritere performance. E se flasun dherë. Sistemin e performancës e keni për ta paraqit nëse dikush është fitues ose jo. Unë po them, si mund diskutohet sot këtu nga kryetari i seksionit deri te kryetari i madh, gjithë pozicionet drejtuese. Si mund të jenë drejtues nëse vinë me humbje dhe me rënje?
Kështu që është nderin tuaj sot futni një rregull thelbësor. Çdo drejtues i zgjedhur, pra individualisht, duhet të ketë kriterin në qoftë paktën kriterin e 2/3 në qoftë se nuk fiton, ose është merranje. Në qoftë se nuk e vini këtë kriter, nuk garantoni ju sistem karriere, vetëm keni e përmendni në statut, dhe pastaj me ato rregulla të tjerë nuk e di se ç'a ndodh. Edhe njerë, me lustracionin e ndoqa dje me interes, besoj se gjithë demokratë ndjekin me interes doktorin kur flet, tha që janë problemi madhe dhe për vettingun sot. Ka qenë problemi madhe dhe për 97-ën, kryun firmat piramidale, rëzun gjithë shtetin. Doktor duhet ta kishe demontu sigurimin e shtetit sa po erdhe. Sepse gjithë e kemi ditë se është makina më e rëndë, makina më e kopshme në Shqipëri, që vazhdon të funksionojë edhe sot. Pse nuk e fut një qarë dhe prerë lustracionin në statut? Kush ka frikë nga kjo? Pse mo, një spion i sigurimit shtetit do vazhdoj akoma të ndrejtoj mu? Pse mo, kështu do t'jap një rrugën trive, nëse tha kryetari i partisë do t'japin rrugën trive, si ja hap rrugën trive ti? Hiqi ma ato që janë t'implikum, hiqi. Hiqi ato që janë të korruptum. Është sistemi i vettingut mrena partisë. E përmeni tangencialisht ju komisioni. Futni sistemin e vettingut, futni sistemin e lustracionit, në qoftë se doni të krijoni besim. Largoni njerëz që keni deputet të korruptuar. I keni deputet me shtëpia ka 450.000 euro në burg. Çfarë merreni me Edi Ramën? Me Edi Ramën, një trup i shnosh merr ku pastron veten dhe le merret me Edi Ramën. Kush e llogarit Edi Ramën? Po si mund thoni ju që baba Edi Ramës ka qenë përsekutor, e na ka u tjetër të merrni përsekutor të t'i fusni në parti, ose t'i stimuloni? Si mund mos analizoni fenomenin e bomjes avokatës popullit? Se folet edhe për protestën e Kukësit. Unë kam qenë një ndër protestues, fatmirësisht që jam marrë pak edhe me organizimin. Dhe di mirë që ka ndodhur në Kukës. Di mirë që Partia Demokratike ka punu 3 ditë që të dështoj protesta. Doktor, këto janë fakte dhe janë të dokumentuara me mesazhe, kam dëshmitar kryetarin e Partisë Kukësit. I ka kërku kryetarit Partisë Demokratike, na mbështet të lutem sepse po na përçajnë dhe me informacione që po na përçajnë. Flamur Noka ditën e njëjtë ka dhënë deklarat në parlament, anë fjallën e tij se ç'a tha, se i duken si deklarata ato fjalë, që këto njerëzit që po organizojnë protestën janë shitur Edi Rama, unë jam shitur Edi Rama, që në 2013 kanë qenë kryetari i asaj Partie Demokratike atje për të fituar. Kështu që do t'ju them edhe një herë, kur një deputet del dhe bërtet në parlament që këshilltarët e djathtë janë shitur, ato këshilltarët e djathtë kryetar që s'do t'i takosh ti që 3 vjet, ato që t'lutem në atako, që thonë t'lutem na unë në tavolinë. Zoti Elezi, t'lutem. Ta marrë zot një Emini se e di se ju the aty në me piduan, po e marrova edhe pak. T'lutem. Ke 15 minuta që flet, t'lutem respekto kohën. Okej, ta mbylla edhe një herë. Po e mbyll në fund. Garantimin e institucioneve të Partisë Demokratike e bëjnë vetëm rregullat. Ktheni Këshillin Kombëtar, ktheni Kryesinë, ktheni Kuvendin institucione, vinë e ikin kryetarët, demokratë janë këtu. Se themelet e Partisë Demokratike i kanë vendos ato që nga 44 kanë luftuar me komunizmin. Ne kemi ndërtuar shtëpinë mbi ato themele. Marrëveshjet politike. Du t'ju them aleanca me LSI-n, sot nga ky kuvend, duhet jetë e papranueshme. Dhe toria që ne s'mund të fitojmë pa LSI-n është toria vrastare për Partinë Demokratike. Marrëveshja me të majtën vetëm në kuvend dhe kur ka moral mrena. Përndryshe, asnjë marrëveshje me të majtën s'mundet. Sot e keni drejt me votë dhe do t'ju lutesha gjithë propozimet Gent, të paktën se ty kam besim që tenton me i fut. Jo te Genti kam besim, lutem zoti, mos u përziti. Se kam. Kështu që edhe njerë do t'ju thoja të gjithë demokratëve që sot me votën e tyre nuk janë si ato që nuk besojnë te statuti. Edhe pse leadership kush do qoftë ai do të mundohet me shkel. Sepse po të bëhemi të gjithë bashkë nuk ka leadership që shkel statutin e Partisë Demokratike. Edhe sot nuk jeni për të bërtit luli, se s'është çështje individsh. Kjo është çështje e moralit, kjo është çështje se si Partia Demokratike të vijë në pushtet dhe si Partia Demokratike do drejtojë me moral dhe të drejtojë ndershëm këtë vend. Faleminderit.